Vlahna village, like many in the region of Kukës, has been highly affected by youth migration, a prevalence of underemployment and informal working practices. However, thanks to no foreign direct investment in the area, the nearby Vlahna mine, home to the second largest chromium reserve in Albania and one of the largest in Europe, is being put to protective use once more following its closure in the year 2006. To ensure the transition from informal to formal employment, 40 miners are receiving training in occupational safety and health as part of their recruitment to ensure improved working conditions and long-term job security for the local community. Këtu në fshatin tonë ishin të gjithë, sidomos mosha e re që nuk kanë punuar minjera, ishin predispozuar për të vazhduar këtë kurs se shohin tepër të arsyeshëm për të krijuar sadopak dije, lidhje me punën që do kryejnë në minjerë, siç e kam shpjeguar edhe përpara, në fshatin tonë, e vetmi burim kryesor është lidhë me punësimin, është minjera e kromit, lidhë me sigurimin teknik në punë dhe shëndetin e njerëzve që do punojnë në këto minjera. Tema tjera janë lidhë me njohjen e vendorimit në fshatin tonë, shkëmbit të cilit i rrethojnë këto minerale, janë përgatitur, ka dhe tema tjera, këto mati petrologis, ka dhe tema tjera të cilit janë në lidhje me procesin e punimit që do kryen, mena që çdo kursant ketë njohjet plot vendin ku do punojnë, me kushtet e punës. Temën tjetër është lidhje me armatimin. Fshet minjera ka pas një shpërngulje masive nga fshati. Domethënë ka pas një largim një largim të paimagjinshëm. Sikurse të vazhdoj të kjo situatë ekonomike në fshat, për 2-3 vjet mbi 80% e fshatit duhet të ishte shpërngulur nga zonat Shqipërisë mesme. Ku atë janë vështirë, po pak ma lehtë për këtu për punësimin jashtë, po mënyrat e punësimit kanë qenë më të vështira. Prandaj hapja e kësaj minjere është kusht i domosdoshëm për vazhdimin e jetesës në fshat. Unë e vlerësoj shumë e vlerësoj, domethënë këtë lloj trajnimi që e keni bërë nga ana juaj, sepse duke marrë një ori të bazë për të punuar minjerë, duke ditur se çfarë rreziku ose çfarë kosto që ka nxjerrja e mineralit nga nën toka, domethënë ky trajnim është shumë i vlefshëm për ne, se duke marrë se në këtë trajnim marrëm një ori të bazë mbi sigurimin teknik, rregullat e sigurisë. Edhe duke mos i ditur këto rregulla të sigurisë, do të ishte një katastrofë. This training is being conducted thanks to the United Nations Joint Program Youth Employment and Migration, funded by the government of Spain through the Millennium Development Goals Achievement Fund.